Shkolla e mesme e gjimnazit të Gostivarit doli fituese e garave në volejboll që organizohen mes 5 shkollave të mesme të qytetit. Këto gara vinë në organizim të sektorit për punë të brendshme Tetov, OSBE-s dhe qeverisjes lokale të Gostivarit, ku për qëllim ka ngritjen e vetdijes të nxënësit, afrimin dhe shoqërimin e tyre, pasi të gjithë shkollat e ekipet e tyre i kanë pasur me përbërje të përzierë etnike. Bekim Xhaferi, profesori i edukatës fizike pranë gjimnazit të Gostivarit dhe udhëheqësi nxënësve nga kjo shkollë, thekson se ky turnir duhet vazhduar dhe të mbetet tradicional, pasi vërtet ndihmon në përmirësimin e bashkëjetesës. Kishte edhe karakter garues, gjithashtu që kush të fiton e vendin e parë, e pam edhe vetë gjithë këtu, pse edhe të mos fitosh në këto gara, në këtë rast që doli shkolla jonë e gjimnazit, i uroj gjithë nxënësit që luajtën shumë mirë, edhe gjithashtu edhe nxënësit tjerë që morën pjesë, gjithë shkollat që morën pjesë, që në Tadhmën, mendojmë edhe pse jo, edhe më masovikisht regione më të mëdha të marrin pjesë në kështu turnire. Gjimnazi në finale u përball me shkollën e mesme ekonomike, të cilët dolën të dytët në këtë turnir. Edhe setin e parë dhe të dytin, këta të fundit e humbën me vetëm 2 pikë diferencë. Pak rëndësi ka fitoria në këtë lloj gare, thot Jusuf Saliu, profesori i edukatës fizike pranë shkollës ekonomike dhe udhëheqës i nxënësve nga kjo shkollë. Pasi ajo që deshëm u arrit, ku çdo pikë të fituar njëjt i gëzoheshte edhe Adisi edhe Sashoja nga shkolla jonë. Unë përgëzoj organizatorët si sektorin për punë brendshme OSBE-n, po ashtu edhe komunën e Gostivarit, të cilët janë bashk organizator të këtij aktiviteti, edhe përveç karakterit sportiv për të cilin nxënësit gëzohen për fitore apo i dhënohen për humbje, qëllimi është për mendimin tim shumë më i madh edhe mendoj se sot u arrit dhe u realizua. Pra kishim raste që nxënës të njëjtës shkolle, të njëjtës gjenerate nuk njihen, është rasti i parë që sot takohen këtu. Pra ai karakteri i bashkëpunimit ndëretnik u arrit edhe unë pikësparë jam i kënaqur për kjo. Megjithatë, shpresoj që kjo të vazhdojnë edhe të kjenë iniciativa edhe më të mëdha se kjo, siç u shpreh edhe kolegu, edhe të mos e lëmë vetëm me kaq takime një në vit, duke pas parasysh se këto lloj aktivitete, se sporti është arma më e madhe e më e fuqishme për të luftuar dukuritë negative që hasemi sot te nxënësit, droga, narkomania, alkooli e tjerë vese të tjera negative. Prandaj i përgëzoj gjithë që nga nxënësit e organizatorët, edhe shpresoj të takohemi për raste të mira tjera. Vendin e tretë e zuri shkolla e mjekësisë, ndërsa nga gara ditën e djeshme në gjysmë finale janë eliminuar shkolla teknike dhe kolegji privat Yahya Kemal. Këto gara vinë në moton mjaft me ofendime, të sportojmë dhe fitores t'i gëzohemi së bashku, si pjesë e projektit Bëj tifo në mënyrë sportive, pa ofendime dhe dhunë, projekt ky i cili organizohet për të ditin vit radhasi.